Ambasada e Turqisë në Tiranë në bashkëpunim me prefekturën e Edirnes dhe gjyshatën Bektashiane Elbasan organizuan në qytetin e Elbasanit një program iftari. Të pranishëm në programin e iftarit përveç presidentit të Begaj dhe ambasadorit të Turqisë në Tiranë, Tayyar Kagan Atay, ishin edhe nënkretarja e Kuvendit të Shqipërisë Klodiana Spahiu, zëvendës guvernatorët e Edirnes, Sitkiz Zehin dhe Omer Sevgili, përfaqësues të institucioneve të tjera turke dhe shqiptare dhe përfaqësues të organizatave të ndryshme. Në fjalën e tij Begaj u shpreh se muaji Ramazanit është një kohë reflektimi dhe se marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Turqisë kanë rrënjë të thella historike, kulturore dhe njerëzore. Muaji Ramazanit është një kohë reflektimi, është një kohë për të ndalur ritmin e përditshëm tonë dhe për të menduar më thellë për veten, për të tjerët dhe për përgjegjësinë që kemi ndaj shoqërisë. Agjërimi nuk është vetëm kufizim nga ushqimi dhe lëndja. Ai është ushtrim i karakterit, disiplinës së shpirtit dhe kujtesë përhershme se solidariteti dhe mëshira janë vlera që duhet të na udhëheqin jo vetëm këtë muaj, por çdo ditë të vitit. Nuk është rastësi që ky iftar shtrohet në Elbasan. Ky qytet ka qenë historikisht një vend takimi, kulturës, traditash dhe besimit. Elbasani është një shembull i gjallë i harmonisë dhe ndërveprimit fetar, një vlerë e rrallë e shqiptare që e kemi trashëguar dhe kemi detyrimin që ato ta trashëgojmë me brezat të vitit. Ambasadori turk Atay ndër të tjera pohoi se për fat keq edhe ky Ramazan përkon me një periudhë tjetër të vështirë, në të cilën po përjetohen shumë dhimbje dhe lot në lindjen e mesme. Başkan Yardımcısı, Elbasan Bektaş Toplumbaş Dedesi, değerli dostumuz Hacı Baba. Në këtë mbrëmje, ne si ambasadë jemi shumë të lumtur që të bodhemi në qytetin e Elbasanit, një qytet kaq i bukur që dua dhe e çmoj së bashku me bashkëqytetarët e këtij qyteti. Veçanërisht jemi shumë të lumtur dhe jashtëzakonisht të gëzuar që kemi prezant këtu dhe shkëlqësinë e tij presidentin e Republikës Bayram Begaj, i cili na ka për fat keq edhe ky Ramazan përkon në një periudhë tjetër të vështirë, në cilën po përjetohen shumë dhimbje dhe lot në lindjen e mesme. Allahu i ndihmoft të gjithë vëllezërit dhe motrat tanë atje, të cilët janë të lënduar, të prekur nga lufta. Ne si Turqi dëshirojmë me kulmim që sulmet dhe konfliktet e vazhdueshme të marrin fund sa më shpejt të jetë mundur dhe të kthehen në kryesën diplomatike për të vendosur dhe njëherë paqen në rajon. Përfaqësuesi i gjyshatës Bektashiane të Elbasanit Haxhi Babardi Selmani u shpreh se prania e vëllezërve të ardhur nga Edirneja përbën një nder të veçantë dhe tejkalon simbolikën e një iftari të përbashkët. Programi i iftarit përfundoi me koncertin me ilahi nga artistët e korit shtetëror të Edirnes, pranë drejtorisë së përgjithshme të arteve të bukura të Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit.